unë ju luta Zotit tim, ju luta shëntorëve që unë vërtet lus edhe sot, edhe kam lutur më parë. Dhe kuptova që nuk doja të largohesha. Me thënë, sa herë mendoja që mundet të mos t'jem, kisha një iritim më shumë se sa qarje. Jo, nuk e pranoja largimin. Aq më tepër, tek dritarja ku ishte krevati im, çdo ditë binte një reze dielli, sepse ka qenë shtator, kur unë jam operuar, binte një reze dielli mëngjesit, edhe nuk ta merr mendja Mirel se sa shumë e shijoja unë atë diellin. Me thënë, mua më dukej sikur flisja. Me mendjen time kam thënë shumë gjëra, kam thurur shumë ëndra për ditët që do të vinin. Edhe i thoja vetes që është kalimtare, ti duhet ta mbash veten. Dhe pikërisht një natë përpara e pash diellin, para se ty janë operacion e pash sërish. Edhe sikur ajo ngrohtësia e tij më bëri që kur u shtriva në shtratin për t'u larguar në sallën e operacionit, dikush ka lart më premtoi që unë do ta shoh sërish. Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube.